Fakt kjo është një presion pse që ki pa nevojshëm dhe madje është edhe i urrejtur, sepse është e natyrshme shumë që gruaja nuk e don ortakën. Por nëse thukt edhe ja lëndon zemrën gruas dhe e thue përsëri gjithmonë për me lëndue, nuk është në rregull kjo. Nuk ka nevojë mi bë burrin presion gruas. Fakt kjo është një presion pse që ki pa nevojshëm dhe madje është edhe i urrejtur, sepse është e natyrshme shumë që gruaja nuk e don ortakën. Është shumë e natyrshme ajo punë. Gratë e pejgamberit alayhi salatu wassalam nuk i kam prit me defa me kënaqësi e me zemër gjerësi ortakët e tyne. Por pejgamberi e ka marrë. Dhe herë janë me rol, herë s'janë me rol, e dikush me rol pak ma shumë, dikush pak ma pak. Andaj, në formë shakas, më thë dikush më bëj shaka me grun, ta shtehni e grun tane. Nëse mirët për shaka, nuk ka dert, por nëse thukt edhe ja lëndon zemrën gruas dhe e thue përsëri gjithmonë për me lëndue, nuk është në rregull kjo punë. Nuk është në rregull kjo punë. Ai që ka prime, ai mund të thot një herë 2-3 gruas, nëse vazhdon qështu, për shembull, nëse vazhdon qështu, unë s'kam qare pa martu. Për shembull. Përmirësau. Se përmirësau, në këtyre variant të tjera, opsione tjera. E që kuptohet ajo. Por pa do të kihen parasysh, të mirën parasysh ndjenjat e gruas, sepse gruaja është gru, Zoti ka kriju qashtu, dhe ajo gjelezon e përjeton në rënd, e tani dallojnë gratë mes vete, dësa përjetojnë në rënd skajshmerisht, bin shtrat, veç e përmend, dësa tjera pak ma pak, deri të dësa të cilat këtë punas që lodhen bile smerën me të heqë.